Ne e dim se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam është kënaqur në çdo çast të jetës, në veçanti kur e ka adhuru Allahun përmes ritualeve të caktuara, por me theks veçantë përmes namazit. Prandaj ka thonë: "O ju'ilat qurratu 'aini fi s-salah." Qetësia e shpirtit më është bërë në namaz. Kjo nuk do të thotë që nuk është kënaqur me agjerim. As nuk do të thotë që nuk është kënaqur me solidarizim. As nuk do të thotë që nuk është kënaqur kur i ka mbrojtur të drejtat e njerëzve. Me gjitha është kënaqur, sepse çdo ibadet e ka shijen e vet, sikur se i përcjell dhe mirësitë e veta, por namazi e ka kënaqur më shumti. Malli për namaz ka qenë i pashembull për të, i pakrahasueshëm në mallin për ibadet e tjera. Pse? Sepse namazi është rituali që më shumti dhe më miri e lidh robën me Zotin. Me kontaktu për çdo ditë dhe për çdo natë me Allahun, me Krijuesin, me fjalët më zgjedhura, me heshtjen më të bukur, me solidarizimin më të mirë, me përqendrimin më të thellë, me sinqeritetin më të madh. Prandaj namazi është përmbledhësi i gjitha ibadeteve, sepse në të ka shahadet, në të ka lexim Kurani, në të ka dhikr, në të ka salavate, në të ka dhe zakat për të shpirtit, në të ka lëvizje, në të ka heshtje, në të ka meditim, në të ka koncentrim, përqendrim, në të ka kënaqësi, ka përjetim. Për këtë arsye, kënaqësia më e madhe për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është namazi. Që do të thotë? Nuk ka argument më të mirë, më të drejtë për drejtë për ta dëshmuar atë se a i kemi zemrat e zgjuara apo të fjetura se sa namazi. Le ta peshojmë veten tonë në namaz. A është bërë namazi rëndes për neve apo është bërë strehim? Në qoftë se e përjeton namazin si strehim dhe jo si rëndes, zemra jote është e gjallë. Zemra jote është aktive. Zemra jote është e shëndosh. Por në qoftë se e përjetojmë namazin si rëndes, si pengesë, atëherë zemra jote është e smur, është e fjetur. Dhe ajo që i ka dalluar realisht në kohën e sahabët prej munafikëve ka qenë namazi. Ajo që i ka dalluar burrat e vërtet prej të tjerëve është namazi. Andaj ata që e falin namazin 5 vakte, në veçanti ata që e falin në xhami, le ta dinë se Allahu i përgëzon prej kësaj bote se i kanë zemrat e gjalla, sepse një përjetim tillë s'ja mundson Allahu çdo kujt.